Komuna e Lipjanit ka nisur ndërtimin e shtëpisë së re të kulturës, një projekt prej 2.6 milion euro. Ndërtimi ka filluar me rënimin e objektit të vjetër, duke i hapur rrugë një ndërtesë të re dhe moderne, me objekt i cili është i dedikuar i hapësirës së artit, kulturës edhe muzikës. Kryetari Imri Ahmeti e cilëson këtë projekt si një investim kyç për zhvillimin kulturor të qytetit. Detajet më të hollësishme na i sjell kronika apo ndryshe materiali përgatitur nga gazetari Erin Xhushi. Lipjani ka nisur sot një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për kulturën në qytet, ndërtimin e shtëpisë së re të kulturës. Procesi ka filluar me rënimin e objektit të vjetër, i cili për shumë vite ka shërbyer kryesisht si hapësirë administrative dhe me vetëm një sallë të vjetër për kinema ose teatr. Do të jetë podrum për dhejsa dhe kultivor, një pjesë do të jetë galeri. Paka shumë qëtë janë lira kontrolës është 2.600.000 euro, që do të ndodhë në 3 vite fiskale. Si vjetë, do më nëhonë vitin 2026 edhe në vitin 2027. Kompania e gatë që me fillu, apo? Po, në kemë bo pregaditit, me vazhdu me rësim polishtës, me nërgim të invertohet të pajisim shkajmë flesh më mëna, dhe momente që të rëthakohet polishtja banë kushtet e sigurijës për me fillu rënimin, dhe të vazhdojnë me rënim të objektit. Pastaj me procedura tjera që shja me fillu punte ato pjesë tjera. Bashkëpunim me menaxherët e kontratës, dhe të vazhdojnë. Tëre urimet gjithë qytetarëve të Lipjanit, natyrisht është një prej projekteve që me interesim të madhe kemi mirë prit, pas procedurat tepër të gjata tashmë në SHP dhe në organet tjera që merren me procedura. Është fati mirë i Lipjanit me fillu një objekt të ri, cili do të ketë standarde këtë reja dhe ambiente moderne për dashamirët dhe njerëzit e kulturës, artit dhe sfera tjera të kulturës. Është një prej projekte më madhore që Lipjani do ta ketë, një objekt tepër modern dhe do të zënë këtë ambient këtë tjetër në raport me objektin ekzistues që është natyrisht një objekt i stërvjetruar dhe jo funksional. Është kënaqësi që bashkë me gjithë bordin e drejtorëve dhe me kolegë tjerë të administratës të fillojmë punimet edhe unë uroj që kompania të përmbahet dinamikës në mënyrë që në vjeshtën e vitit arshme, jo në pranverën e vitit tjetër, në vjeshtën e vitit arshme i mbyll punimet. Komuna do ta përcjell dinamikën e punëve tuaja me vëmendje të veçantë, natyrisht duke përmbush obligimet kontraktuale që kemë dhe uroj juve punë të mare, urime gjithë qytetarëve të Lipjanit ky projekt. Tash do me hyp temi i grane, cili? Unë më hyp të di që bëna kirë më shej shumë. Projekti i ri, i cili ka një vlerë prej 2.6 milion euro, është një investim ekskluzivisht nga buxheti i komunës së Lipjanit dhe do të zbatohet për një periudhë 3 vjeçare, me ndarjen e fondeve në 3 vite fiskale. Megjithse ka pasur zvarritje të konsiderueshme në realizimin e tij, ndërtimi tani ka hyrë në fazën aktive. Sipas kryetarit të komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, ky objekt do të ketë një rol kyç në pasurimin e jetës artistike dhe kulturore në qytet. Ai pritet të ofrojë mundësi të reja për komunitetin artistik dhe të rinjt, duke u shndërruar në një qendër dinamike ku do të zhvillohen aktivitete të ndryshme në fushën e artit, muzikës, baletit dhe kulturës në përgjithësi. Përmes këtij investimi synohet krijimi një ambienti modern dhe funksional, i cili do të shërbejë si një hapësirë e hapur për shoqëritë artistike dhe talentet e reja në Lipjan. Është një projekt që është zhagit shumë në OSHP, në shkallën e 2 të prokurimit publik, megjithatë ka përfunduar si procedurë dhe tani na sot po fillojmë me rënimin e objektit vjetër dhe të njëjtën kohë do të fillon punimi i objektit të ri, modern i shtëpisë kulturës së Lipjanit. Financimi është ekskluzivisht nga buxheti i komunës, është projekt 3 vjeçar dhe ne do të përpiqemi që të mbyllmi punimet sipas kontratës paraportë. Ka hapësira jashtëzakonisht të mëdha dhe të mjaftueshme, po besoj për komunitetin artistik të Lipjanit do të ketë hapësira të mjaftueshme për njerëzit e kulturës, njerëzit e baletit, muzikës dhe sfera tjera të kulturës, ambiente të përshtatshme dhe me të cilat natyrisht do të akomodohen gjithë komuniteti i artistëve të Lipjanit. Mundësitë që krijon ambientet e reja, departamenti i përkatës dhe gjithë njerëzit e kulturës, të artit dhe të sferave tjera të kulturës
kulturës do të kenë mundësinë për zhvilluar aktivitete të vazhdueshme në këtë objekt të ri. Objekti i vjetër që sot po fillon më u rënu është objekt më tepër administrativ, sepse mbi 70% e objektit është krejt zyre janë ambiente të tjera të punës të ish sistemit kalum dhe ka vetëm një sallë të filmit ose të teatrit që kemi pas, e cila është e stërvjetruar, ndërkaq që objekti i ri natyrisht që ka krejt tjetër konfiguracion, nuk ka ambiente dhe zyre administrative, por ka hapësira dhe ambiente të përshtatshme për aktivitete kulturore. Po ka qenë gjatë në debat publik, gjatë ka pas konkurs për projektimin e këtij objekti, në cilën kanë qenë të involvuar shumë aktorë të ndryshëm dhe me të cilët pastaj jemi dakorduar që me këtë projekt ecet tutje. Për të siguruar që ndërtesa e re të përmbush nevojat e qytetit, ka pasur një konkurs dhe debat të gjerë për projektimin e saj, ku kanë qenë të përfshirë komuniteti artistik, kulturor dhe profesionist të fushës. Kjo qasje synon të sigurojë një strukturë që u përshtatet standardeve moderne dhe kërkesave të komunitetit kulturor. Ndërsa ndërtimi i objektit të ri nis me ambicie të mëdha, mbetet për tu parë se sa shpejt do të realizohet dhe si do të ndikojë në jetën kulturore të Lipjanit.